Dhe një krim. Unë dhe që e krimit. Krim. Këtë punë se këtu ku nuk arritë të gjykohet, të dali këtë problem, sepse ishit më likuar gjithë të mes. Por, a ke një krim që, në shkatru në ushtri, vërtet ushtria do përshtati kushteve të reja. Dhe kishë filluar, po, për një farë pune. Pra, dhe në ishte, se nuk bëj një gabim shumë më dhjetë. Gabim apo se kur thoni krim, zoti president, krimi nuk është gabim? Jo, gabimi kaloi në krim. Pse, me qëllim? Tashi... Interesante fëmijëve tanë, se nuk duket rasti gjithë, dhe ajo që vuajmë në shqiptarët kemi pandërskueshmërinë, nuk ka marrë njëri përgjegjësi për këto krime. Mund t'i vesh çdo emër tani kësaj pune, po unë po them praktikë, po plas për praktikë. Sepse në fakt çfarë ndodhi kjo që ne vëmë ministrat e mbrojtjes civil. Rregull. Si që ka gjithë. Mi po civili që dhe Berri, po që në kolonet e rezervë, i shërbyer në Shtërinë Amerikane, dhe në kolonet, ishte në komandant batalioni. Njifte Austrinë. Tash i merr tjetër si tash që kanë vuj gazetarë. Di, domethënë se ku në fal për çfarë kanë lidhur domari. Ja më tani e kanë Amerikan vuj gazetarë. Ne se nuk do të tani me këto gjëra sas. Por që u kuptua gabime e para, e dyta. Shefi i shtabit brigjedor është njëshi në ushtri. Shefi i shtabit brigjedor. Në kushtet e reja, në kushtet perëndimore, është njëshi. Nuk ka ministër mbrojtje merr vendime, jep urdhra që nuk i përputhet e nuk pajtohet me shefin e shtabit. Po, kështu e ka dhe në Amerikë, shefi i shtabit përgjithësi. Dhe shefi i shtabit është gjithësisht edhe këshilltari i parë i presidentit të Republikës. Këshilltari i parë me kushtetutë. Po, për problemet e sigurisë. Sepse vetë që ai është socialisti, i ushtrisë. Dhe pjesë vetë kanë bërë një shkrim për gazetën Mbrojtja, ma kërkuar atë, e shkruaj dhe ministera vura një edhe i mendim kështu që shefi i shtabit nuk mund të jetë bartës i zakonshëm në ministrit të Mbrojtjes. E vërtet varet nga ministri i Mbrojtjes, por këtu ka raporte të caktuara. Që neve nuk i kuptojmë ose nuk duhet t'i kuptojmë. Dhe kjo duhet rregulluar. Unë ne ngrihet shim, mi po çfarë bën? Kur e botuar këtë shemin tim e hoqën të shprehje. Edhe kam thirrë atë përgjegjësi që ishte. Ku jeti ti këtë drejtë e ishte mendimin e një presidenti të Republikës për këtë punë. Unë nuk e vura kote, vura sepse duhet korrigjuar, duhet rregulluar. Po, tash këto gjëra tek neve për të ardhur keq, domethënë ka një servilizëm të shkurtër, të kuptimin se shefi me varësit edhe kjo shkatron ai do të ditas për rregullat me gjithë, vetëm të thotë urdhërohet si urdhërohet. Edhe të përfitoj, pastaj me urdhëron si urdhëron. Ne po këto gjëra nuk bën kështu. Shteti nuk bëhet. Nuk bën kështu, se Zoti më siu. Ajo ushtria që në atë kohë ka pasur një udhëheqje kolegiale vërtet. Nuk po si sa më pak vazhdo çështë ideologjike jo. Por në çështë thjesht si me drejt metoda e drejtimit.